tipi i thotë, me thonë, jep skuqje, iritim, krurje, sepse vetë dim që thatësia i shkakton këto gjëra. Ndërsa tipi i lkurës së yndyrshme, sebumi apo yndyra kur të bllokohet është ma problematike për akne. Për akne, çka duhet kemi parasysh në këto dy raste? Në këto dy raste duhet të kemi parasysh me mirëmbajtje lkurën, zakonisht fytyra thotë lyp diçka ma shumë hidratus me apliku në fytyrë, ka krema ndryshme, ka krema me vitamin E, vitamin C, tash varet edhe normal edhe gjepi i personit fjalë sa, po kemi çmime të ndryshme, firma të ndryshme, sepse tash dim ndoshta kemi hyrë një hap edhe ne me Evropën, kështu që kanë ardhur edhe firmat e Evropës i kemi këtu. Por te lëkurat e thata e rëndësishme është mu hidratu. Mu hidratu sa ma shumë, a te këto të yndyrshme është ma mirë, diçka naj krem që ta bën fytyrën matë, që ta hekat yndyrën e përthith.